Evi Kokalari, aktivistja shqiptaro-amerikane përmes rrjeteve sociale ka përcjell një tjetër mesazh lidhur me angazhimin e Kris Lasivita, i cili ka marrë përsipër të ndihmojë Partinë Demokratike të Sali Berishës dhe koalicionin Aleanca Shqipëria Madhështore në zgjedhjet e 11 majit. Kokalari shkruan se Lasivita është fasade Paul Manafort, i cili nuk është më mirë se McGonigal, ish zyrtari i lartë i FBI-s, i dënuar me burg në SBA lidhur me dosjen ruse. Kokalari në postimin e saj shkruan se ata që shfaqen në krah të politikanëve të korruptuar në një shtet tjetër rrezikojnë jo vetëm karrierat e tyre. Postimi i plot nga Evi Kokalari. Ky është amerikani i Berishës, Paul Manafort, që solli edhe Lasivitën tek Trump dhe Lasivita 3 vjet ka që e njeh Trumpin. Siç e tha edhe mbrëm, Lasivita është fasade Paul Manafort, që ka plot arsye pse s'duhet të dalë publikisht në krah të politikanëve të korruptuar në një shtet tjetër, bëri të njëjtën gjë në Ukrainë dhe prandaj u dënua mes të tjerash me burg. Manafort nuk është më mirë se McGonigal, të dy bën burg. Të them që këta po rrezikojnë karrierat e tyre është pak, bëni durim.